Se i kemi pikë të dobët ato shkurtra ose super të shkurtra që nxjerrin gjysmën e të pasmeve jashtë. 3 vitet e fundit, ndoshta jam dhe prapa mbetur ka dhe më shumë vite se aq që vishen. Më shumë. Më shumë? Okej. E kam me të dëgjuar. Jo me të parë. Ja. Disa mund të thonë shumë mirë. Na, okej. Por disa mund të thonë, ndoshta këtu mund, ky është një krim shumë i madh. Po jo për arsye pse mendojnë gjithë. Ky është një krim shumë i madh sepse vret misterin. Okej. Është krim, pse ta vrasësh misterin? Të bëhet kështu. Kur mund të jetë rezervuar për një person caktuar, për një moment caktuar, aty është magjia, aty deritet vlera, ku një pjesë intime nuk është kështu teatri i hapur, por është pak më... Nuk është ekspozit për gjithë. Nuk është ekspozit. Tani dhe mund tjetë, po dikush mund të marrë kënaqësi nga kjo gjë. Unë personalisht nuk do e merja, po kjo është këndvështrimi im. Këtu do pozicionohem pak më shumë se sa më parë. E do them që vrasja e misterit është krim.